Ndërmarrja komunale në Tetov më në fund ka rrethuar vendin ku ja dëmtuar gypat e ujësjellësit të Tetovës në Kodrën e Diellit, pas rreth një muaj përplasje me ndërmarrjen shtetërore e Lem se kush duhet ta bëjë një gjë të tillë. Vendi është rrethuar që të mos hyjnë kafshët, por riparimi i gypave të dëmtuar të ujit ende nuk është bërë. Ndërmarrja publike komunale Tetova ka bë porosinë e gypit me drenazh, mirë po i njëjti ende nuk ka arritur. Me të arritur, ai do të ndërrohet dhe do të vendoset gypi adekuat. Ndërkohë, sa i përket rrafshimit të vendit dhe kthimit të tij në gjendjen e mëparshme, sipas marrëveshjes, kjo i takon ndërmarrjes së Lem dhe mbetet që ata të kryejnë sa më shpejt këtë veprim. Ekipi i televizionit Alsat tentoi që të merrë sqarim se kur do të kthehet vendi në gjendjen e mëparshme, por ndërmarrja shtetërore e Lem nuk ka dhënë përgjigje. Përveç dëmtimit të gypave që furnizojnë Tetovën me ujë të pijshëm, në Kodrën e Diellit është dëmtuar dukshëm edhe infrastruktura. Ndërkohë, Alsat ka mësuar se prokuroria po vazhdon të hetojë për rastin e dëmtimit të gypave të ujit në Kodrë të Diellit, që ndikoi për ndotjen e ujit të pijshëm në Tetovë.